Ministri i Drejtësisë prezantoi sot në Prokurorinë e Përgjithshme rekomandimet e qeverisë në luftën kundër krimit. Në qendër të prezantimit ishin 8 shtylla kryesore, të cilat sipas marrëdhënies synojnë rritjen e efektivitetit të sistemit të drejtësisë penale, bashkëpunimin ndërinstitucional dhe respektimin e të drejtave të njerëzit. Por i pranishëm në mbledhje, kreu i SPAK-ut Altin Dumani u përplas me ministrin e Drejtësisë Ulsi Manja pas propozimit nga Këshilli i Ministrave për ngritjen e një strukture të re për kontrollin e prokurorisë së posaçme. Altin Dumani u shpreh se SPAK është tashmë subjekti mbikëqyrjes nga KLP dhe ILD. Drejtuesi i prokurorisë posaçme theksoi se krijimi i këtyre strukturave të reja të vlerësimit do të rrezikonte të sillte një mbingarkesë burokratike. Një rekomandim që shikoj megjithëse në vlerësimin e institucionit tonë nuk ka të bëjë me prioritete dhe luftën kundër kriminalitetit. Por është ajo që ju e thoni në rekomandimet tuaja, nevojë për respektim të mekanizmave ekzistues të kontrollit. Rekomandohet forcimi i mekanizmave të brendshme të kontrollit. SPAK tashmë subjekti mbikëqyrjes nga KLP, ILD, krijimi i strukturave të reja vlerësimi dhe integriteti pa analizë të mekanizmave ekzistues rrezikon të sjellë një mbingarkesë burokratike, thot Dumani. Mëtej ky i fundit deklaron se rekomandimet e ardhura nga qeveria dhe institucionet të tjera për luftën ndaj krimit po gjejnë zbatim në punën e institucionit që ai drejton. Dumani thekson se një pjesë e këtyre rekomandimeve nuk shoqërohen me të dhëna statistikore apo analiza të thelluara që mund të ndihmojnë në zbatimin konkret të tyre. Sipas kreut të SPAK-ut, disa rekomandime janë formuluar në mënyrë shumë të përgjithshme dhe shpeshherë duken subjektive, gjë që vështirëson përkthimin e tyre në masa konkrete. Dumani shton gjithashtu se mungesa e konkretizimit dhe bazës statistikore i bën disa prej tyre të vështira për të implementuar në praktikën e përditshme të punës së prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.